Përshëndetje të dashur miq të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, si gjithmonë në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush lëvizjet më të fundit edhe ngjarjet më të fundit të artistëve shqiptar. Ju e dini shumë bukur që Luis Eili dhe Chiara Tito natën e mbrëmshme kanë sjellur trailerin e parë të filmit të tyre. Në një intervistë e ftuar në emisionin e mëngjesit në Top Channel, Chiara Tito tha që çifti akoma nuk ka vendosur se si do ta quante apo se si do ta titullonte këtë film. Nga traileri që kemi arritur të kuptojmë, do të shohim humorin e madh të Luis Eilit. Do të shohim natyrën e Luisit, do të shohim shpirtin e tij pozitiv që ai ditë na sjell dhe ditë na dhuroj me natyrën që e karakterizon. Do të thënë do të shikojmë atë humorin e munguar 2 vite pas përfundimit të Big Brotherit. Është një film dashurie, është një film romantik, është një film që brenda ka një dram, por në thelb atë që unë pash e kishte komedinë, e kishte humorin dhe Luis Eili që ishte i përkryer në këtë film të bukur që sjellën bashkë me Kiarën. Luisi dhe Chiara janë 2 protagonistët kryesor, apo ta quajmë të njohur në formën e filmit, 2 aktorët kryesor brenda filmit. Unë e di që filmi do t'jetë shumë natyral, do më thëmë po punoheshte me shumë profesionalizëm. Ky lloj filmi më çon tek ato filmat amerikan komedian që ne i shikojmë me shumë dashuri, i shikojmë me shumë pozitivitet, dhe Chiara dhe Luisi duken tepër mirë të koordinuar, unë kështu do ta them, brenda filmit. Domethënë ka një sikron të papar nga traileri që pash. Ajo që ky film na premton deri në shkurt të vitit 2026 na premton që do të jetë ideal dhe do të jetë i përkryer, që do të na falën pozitivitet, do të na falën dashuri, do të na falën adrenalin dhe ne në fakt do ta shijojmë pafund këtë film të bukur. Është një film që kishte emocion dhe kishte pozitivitet. Unë jam duke vdekur të shoh Kiarën në rolin në të cilin është. Jam shumë i bindur që Luisi ka qesh me lot derisa Chiara dhe Luisi kanë realizuar të gjithën këtë skenarin e bukur dhe derisa Chiara ka hyrë në rol. Mendoj që Luisi është pak më i kapshëm për të hyrë në rol. Luisin e pash komplet vetvetja në të gjitha të trailer të vogël që ka dalë, por ajo që në fakt të shton më së shumti kureshtjen, nuk e di a u ka ndodh edhe ju kjo gjë siç më ndodhi mua. Do të thënë të çon që ta rishikosh 2-3 herë sepse është një film që të fal shumë dashuri dhe është një film që të fal shumë pozitivitet. Ne do ta presim këtë trailerin, do të presim dhe trailerat të tjerë. Besoj që në një intervistë ekskluzive Luisi do të del dhe do të na rrëfen më së shumti për filmin. Do të thënë me atë që unë e kuptova, Luisi dhe Chiara janë ai çifti që njihen rastësisht, më pas vazhdojnë marrëdhënien e tyre duke patur batica dhe zbatica, në kuptimin që do të thënë kanë ulje dhe ngritje, qeshen, argëtohen, luajnë, kënaqen me njëri tjetrin, po ai Luisi dhe Chiara që ne e kemi njohur, dhe më pas do me thënë përfundojnë deri në martesë, përfundojnë në marrëdhënien e tyre dhe vjen në jetë një fëmijë. Të paktën nuk kështu e shoh këtë film, këtë trailer, dhe besoj që do të na argëton të gjithëve dhe do ta shijojmë këtë film pafund.